Ky titull është shumë interesant, arma sekrete e Berishës. Kush zgjedhjet? Po pritet do ta bëj pyetje. Jo, kam përshtypjen se ai ka harru ku e kanë qef. Se do ta ketë një armë sekrete. Jo, me kujtesën e ka top për atë fund, mos kemi merak ti se Aron, se nuk. Po nuk e di. Patjetër që ka kujtesën top sepse zbaton planin 30 vjeçar të marrë nga Ramiz Alia, që ne nuk do e lëshojmë pushtetin. Do bëjmë parti të reja, do bëjmë këto, do shajmë njëri tjetrin. Sepse një është partia më Julia. Po nuk ka, kë dorëqe dha? Doreqen. Unë nuk e dija që ishte kryetar partia 2013, kur humbi zgjedhjet. Pse? Si pse? Se solli Lulin. O zotri, dha dorëheqjen. Po pra, pse? Dha dorëheqjen, pse se humbi zgjedhjet. Po pse? A është kjo si pse? Shenjë demokracisë është kjo. Dhe tani rivjen. Po e dha pra dorëheqjen në 2013 në dha dorëheqjen. Tani të bëhemi serioz se po të bëhemi shumë serioz. Jo të bëhemi serioz. Do ka marrë qafë të popull 30 vjet. Më fal, 35. Ka 35 vjet që e merr në qafë. Mos sa vite ka qenë në pushtet, mos ka 12 vjet që është Ramiz Alian. Piramidat kush i bëri? Piramidat kush i bëri? I bëri Shqipëria. Jo, nuk i bëri Shqipëria. Jo, nuk i bëri Shqipëria. I bëri Fiston Verione Salia. Jo, nuk i ka bërë Shqipëria. Jo, Gërdeci kush e bëri? Gërdeci kush e bëri? Cili djali i kujt kishte marrë, Julia këtu me mua, përveç humorit, djali i kujt kishte marrë koncesionin për të bërë qarmatimin e Gërdecit. Kush dhe ku jeton sot? Okej, do ma dëgjosh përgjigjen? Jo, pse na dëgjoj përgjigjen më? Kush veshi ushtarakët? Mund të japun llogari për një gjë që nuk është e Jo, s'po të pyes ty. Po pyes shqiptarët e pakët që shkuan dhe votuan. Unë s'dua ta shoh me sy se kanë zgjedhur prindrit e mi në lirim të parakohshëm. Dy ushtarak pa dorë. Pa diskutim fare, nuk po flas për këtë. Jo, më jo s'duam. Nuk duam se nxori lirim të parakohshëm gjithë ushtrisë shqiptare. Ki shërben Atzeut, jo partisë. Gatroj Atzeun me partinë. Po normal, kur je komunist i orëve të para, për ty Atzeu është partia dhe ai është Salia. Kaq. Ja mirë, e mbarova interpretimin. Jo, mbarova atë që prindrit e mi shkuan emigrant sepse nuk ishin mushtarak këtu. Këtë mbarova. Edhe unë kam shkuar emigrant e lajër. Edhe unë. 2 herë. Edhe unë. Nuk ka faj po 2 herë. Jo, po nuk isha shkëmbyer Atzeu 30 vjet dhe të shkoja. Se duhet isha atje se ti di shumë mirë se kemi qenë në shkollë bashkë. Një sekondë, mbaroj. Ne të dy kemi qenë në shkollë bashkë. Kryeministri i Shqipërisë asaj kohe nxori në lirim të parakohshëm gjithë ushtarakët. Me leje. Kaq.